Ne dojmë të hapnim një diskutim si në çdo familje normale. Pra, në momentin që shikojmë që gjërat nuk shkojnë mirë, dhe duhet përcaktuar brenda Partisë Demokratike një moment se kur mund të fillojmë të diskutojmë për problemet e brendshme që kemi. Kështu që momenti më i mirë ishte mbaruan zgjedhjet e 2025-s, kishim rreth 7 muaj që askush nuk po kujtohej për ne, nuk po kishim asnjë lloj kontaktimi, asnjë lloj telefonate, asnjë lloj reagimi, asnjë organizim, as protestë, asgjë. Kishim vetëm një kontestim në muajin e parë të zgjedhjeve, pas zgjedhjeve dhe kaq. Dhe të ndodhur në këto kushte, ne menduam, tham, pse jo të mos ta nisim diçka brenda Partisë Demokratike, një proces, të evidentojmë gabimet, çfarë kemi bërë gabim, dhe hajtë shikojmë edhe çfarë mund të përmirësojmë. Po interesant është fakti që vjen nga Durrësi, që duhet të brenda humbjes PD-s, Durrësi nuk është se kishte rezultatin temi më negativ. Dhe nga qarqet ku PD-ja ka marrë temi më shumë vota kam përshtypjen, apo kam gabim? Ne mendojmë se kemi brenda temi rezultati negativ, po themi prapë ish nuk ishte në ndërqarqet që... Ne mendojmë se kemi shumë më tepër potencial. Normalisht, kur bëhen këto diskutimet e brendshme, jemi dhe koshient, jemi të ndërgjegjshëm që janë çështje delikate dhe duhet trajtuar me kujdes. Kur ka diskutime të brendshme brenda Partisë Demokratike, kërkohet shumë maturi, po diçka që vumre dhe që hasëm, ne njerëzit e bazës tentonim ta trajtonim gjën me maturi, pra pa çuar sulme ndaj drejtuesve, ndërkohë që direkt filluan të merrnin disa sulme shumë të forta. I parë ishte që në momentin e parë që po bënim takimin e Durrësit, pak në foltoren e re, po themi, dhe pati shumë kontaktime me të njerëzve në bazë, ku i kërkoj që mos shkonin takim, ndërkohë që është një ndryshim 180 gradë, sepse ne përpara gulnim këmbë që të kontaktonim demokratët, që të dilnin të afroheshim, të organizohen, të bëhen pjesë, të marrin mendimin, ndërkohë që bërë një lëvizje 180 gradë, po i kërkonim që mos dilni. Normalisht kjo shkakton kosto për forcën politike. U treguam shumë të kujdesshëm për mos çuar akuza, për mos sulmuar askënd individualisht, ndërkohë që në këmbim morëm disa terma vetë përjashtim, sot po marrim terma përjashtim, dhe normalisht unë mendoj që... Jo, sot me të vërtetën, disa për jush që janë akuzuar që jeni shërbëtor të Ndrangheta. Dakor, është tematik, është akuzë dhe drejtuar ndaj një kryetari grup seksioni. Gabimi vetëm që bëri zotëria është që doli dhe foli sot. Ky është që akuzoi dhe unë të them vërtetën, unë kam punuar me këtë zotëri. E njihni këtë person? Unë e njoh dhe ka qenë shumë korrekt, është kryetar grup seksioni në një nga zonat e plazhit, kam punuar realisht me këtë person. Pra ne po e pyesim ta dim cila është vërteta. Vërtetën ka patur dhe rezultate shumë të mira elektorale. Një zonë shumë korrekte në komunitet, si me antarësinë, si me qytetarët, dhe ka një respekt total nga gjithë njerëzit me cilët, po themi, kemi miq të përbashkët. Pra nuk ka lidhje me grupe kriminale, me këto akuzat për ndrangën, nuk ka fare lidhje me to. Tani unë mendoj që nuk ka lidhje, pastaj janë fakte dhe provat që do flasin në një moment të dytë, por diçka që më zgënjen, është si përmarrës i suksesshëm dhe është kontributor në Partinë Demokratike, është person që ka financuar nga buxheti i tij për mbarvajtjen e forcës politike. Se ju përmendet diçka përpara që thatë Partia Socialiste në kohë fushate merr kaleca dhe Partia Demokratike me pica dhe me ujë, nuk ka nevojë se ne jemi të zotët e vetes, edhe nes në mban partia. Kjo është tjetër gjë, por realiteti është ky. Që ju përbaleni, sepse një forcë është pushtet, së është pushtet. Patjetër, me kakaleca, me gjitha më të mirat. Së është pushtet. Me parat e korupcionit dhe me parat e qytetarëve, me ato fonde po financohet, nuk është se po financohet nga ata ardhurat e tyre. Këto e thoni ju se jeni politik, por realiteti është ky, që ju përballeni me një makineri